Dhe në hadithin e Abu Hurajres radhiyallahu anhu, tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditësh shkoi e vizitoi varrin e nanës së tij, Aminës. Shkoi e vizitoi varrin e nanës së tij, Aminës. E kur shkoi te varri i saj, filloi me çajt pejgamberi alayhi salatu wassalam, derisa thotë Abu Hurajra, wa abka man hawlahu, dhe çka i shtidi me çajt këtë çka ishin aty përreth. Jo që ju tha çani jo, për nanën time. Pa i çajke, e kur e pon ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në farformë ju dhib pejgamberi alayhi salatu wassalam, fillun gjithë me çajt. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, istadhantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dhan li. Fat i kërkova leje Allahut që të kërkoj falje për nanën time, do të thonë të kërkoj falje, të them o Allah fale. Fat nuk ma lejej Allahu te bareke wa taala. Nuk ma lejej këtë. Pastaj thot i kërkova Allahut që ta vizitoj varrin e saj, Allahu ma lejej. Tash ne pyetja që shtohet dhe vetive, diu në cila është. Kështu ka leju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me budo për nanën. Ka vdek pa iman. Ka vdek pa besim, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dini është met pa bab, duke qenë në mitrën e nanës. E ka mbet pa nanë në moshën 6 vjeçare. Do të thotë Abdullah dhe Amina nuk e kanë ditë që djali i tyre është pejgamber në tardhmen. Kështu që nga këtu kuptojmë se doja lutja bëhet vetëm për për veten tonë, për besimtarët musliman edhe për besimtarët. Për ata Allahu Teala thot, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet në të drejtë përveç Allah. Wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Kërko falje për gjunahet e tua edhe të besimtarëve edhe të besimtareve. Pra në kërku falje, o Allah, fale filanin, o Allah, mëshiroje filanin, o Allah, futën xhenet filanin, filani që po e përmendëm do të me qenë musliman. O Allah, ka vdekje musliman, e kam babe, e kam non, o edhe pëmen e zemrës në pash, e vladin të djalin, vajzën, mëshritën e kuptani, prej pubertetit e tutje. Nuk lidhet me 18 vllazni, se na është ngulit në kokë çdo sen 18. Pse më rrëllosh çdo sen 18? Edhe kështu, ma shumë sonë fëmija. 18 plus 18 plus 18 plus 18, o rreziku t'ja qesin edhe namazit, plus 18, edhe agjerimit, plus 18, edhe haxhi, që do mund dërin 18 nuk banë, fëmi 18 dohet. Jo, more, me islam momentin që djali edhe vajza hynë atë fazën e pubertetit pjekuris, i obligohet namazi, i obligohet agjerimi, i obligohet nëse ka pare zekati, nëse ka pare i obligohet haxhi. Kuptohet gjinis femnor i obligohet edhe mbulesa. Andaj pra, besimtari musliman duhet me kuptuar që gjanat nuk shkojnë me imat me kitë kanarin e dynjas. E pa tash e vlad dhe kam ka vdekja besimtar, pa bëj da. Allahu qartë për të kërko fale për veten tome, për gjënatet e tua, të besimtarve edhe të besimtareve. Unë për ju këshilloj, kur të vdes dikush vllazni, e dini që ka vdekja besimtar, e keni në familjen fare fes këjshi, a kemi? Në ashtë në familje s'keme, në hamda se shumica për neshe në rritë familje islame, po që e ki një, a lejohet me shku në varre? Po lejohet. A do të mja falë gjenazën? Nuk do të, se s'ka shku besimtar. A do të me u lutë për ta? Nuk do të me u lutë. Që me bo rrëq aty në heshtëve që këshëta. Pra lejohet me shku në varre? Lejohet me ja përcil, ku fo me në gjenazën, s'lejohet me ja falë, edhe s'lejohet me bo doa për ta.